Në vazhdim do të shpalosim informacionet nga buletini zyrtar i policisë së Gostivarit. Policia e Gostivarit ka kap në flagrancë 2 shitës të armëve të ftohta në tregun e madh të qytetit. Fjala është për 20 vjeçarin me iniciale SD nga Kondova dhe R 49 vjeçarin nga Shkupi. Ato kanë poseduar dhe ilegalisht kanë shitur armë të kategorisë D, pra armë të kualifikuara sipas ligjit si armë të ftohta. Policia ka privuar nga liria 2 banorët e Shkupit, duke u konfiskuar 60 thik, rreth 40 bokse prej metali dhe gjësende të tjera. Ndaj 2 banorëve të Shkupit, policia do të inicon fletparaqitje penale. Në tregun e madh të qytetit nuk janë të ralla rastet ku persona të dyshimt ekspozojnë për shitje pajisje të tilla. Ato mund të vërehen thuajse në çdo cep të tregut. Policia e Gostivarit ka njoftuar për një rast të prishjes së rendit dhe qetësisë publike. 3 persona janë përleshur fizikisht mes veti, 19 vjeçari ZI dhe 20 vjeçari AI, ndërsa në anën tjetër 20 vjeçari me iniciale MS. Gjatë përleshjes fizike, ato kanë shkëmbyer grushte mes veti duke i shkaktuar njëri tjetrit lëndime të dukshme trupore, kurse njëri prej tyre ka pësuar më së rëndi. Pasi kishin arritur në vendngjarje pjesëtarët e policisë, 20 vjeçari me iniciale MS me autoambulancë është dërguar në spitalin e Gostivarit. Për shkak të përkeqësimit të gjendjes shëndetësore, 20 vjeçari është dërguar në klinikat e Shkupit. 2 personat e tjerë të përfshirë në incident janë privuar nga liria dhe ndaj tyre do të ndiqet procedurë ligjore. Në stacionin policor, disa orë më vonë, është paraqitur edhe 20 vjeçari me iniciale MS dhe ndaj tij po ashtu do të inicohet fletparaqitje përkatëse. Policia rrugore në policinë e Gostivarit kanë vijuar me aksione kontrolluese në komunikacion, duke kontrolluar automjetet e transportit publik. Për shkak të konstatimit të mungesave të shumta teknike, 10 automjete janë tërhequr nga komunikacioni. Ndërkohë, drejtuesit e 10 automjeteve të tjera janë urdhëruar të shkojnë në kontroll të jashtëzakonshëm teknik, por ata kanë refuzuar të shkojnë dhe ndaj tyre do të shqiptohet gjop me vlerë prej 300 euro. Sipas policisë, në 4 automjete është vërejtur defekt në sistemin e frenave. 3 automjete kanë pasur mungesë të pajisjeve të nevojshme, ndërsa tek 3 automjetet e tjera është konstatuar skadimi i afatit të regjistrimit. Ndaj lëshimeve të tilla ligjore dhe teknike, policia ka shqiptuar 25 fletpagesa, 3 thirrje për pagesë të gjobës, si dhe 3 fletpagesa për persona juridik dhe po aq për persona përgjegjës. Gjatë aksionit, policia ka hasur edhe 3 persona që drejtonin automjetin pa pasur leje vozitje.